أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Pra emrin quhem Hafiz Xhelil Shabani, po Xhelil Shabani. Jam imam në këtë xhami, punoj edhe si muallim, njëjtën kohë punoj edhe si muhafiz. Xhamia është hapur para 3 viteve, do të thotë këtu këtë xhami kam filluar para 3 viteve. Kurse përpara isha në xhaminë e vjetër në Suniçan, edhe isha 10 vite duke filluar nga viti 2008 deri 2018 në fshatin Nerez, pra tutre Nerezit veproja si muallim. Kjo është ajo biografia e shkurt. Shkronjat e Kuranit me të vërtet i kam mësuar shumë herët. Do të thotë fare si mbaj mend, por e di që ju kanë gjishi jem. Baba i plak, pra të cilin pra e kam mësuar shkronjat e Kuranit, e kam mësuar Kuranin dhe kam bën hatmën 2-3 herë te ai, por qëllimi si lindi për me ardhur te hafizlleki, ai çdo ditë e falte sabahin me xhamat, domethënë me nenën. E kështu me radhë edhe pas faljes namazit, gjithmonë lexonte ajetin, të cilin e lexova pak më para, edhe një ditë prej ditëve, unë i thash, baba Gjish, a ban më ma dëgjoj këtë faqen. Dhe kur e ma dëgjoj, unë e kisha mësuar përmendsh, edhe lindi ideja ati ishte pra Haxhi Safetit, baba Spak, që unë më mdalu prej krejt 24 fëmijëve të bana hafiz të Kuranit. Hifzin e kam filluar në moshën kur i kam mbushur 12 vite, më ka zgjat 3 vite, do të thotë me përsëritje 3 vite 3 muaj ashtu diçka. Hifzin e kam mësuar te hafizin e njohur këtu në vendin ton, Hafiz Zelia Rametlia. Edhe zgjati edhe më ka shkuar shumë mirë, do të thotë fillim në devrin e 5, nëse e kuptoni pra devret çfarë janë, pata pak problem, kurse pas elhamdulillah për Zotit shumë mirë ka shkuar. E kena pak saktuar, zakonisht u kanë një faqe, nëse ka mundësi pak ta shpjegoj hifzin do të thotë, gjithmonë fillon në parin gjuz, faqen e 20 lexohet. Edhe shku me radhë shkon deri në fund. Do të thotë çdo gjuzit i lexohet ka një faqe. Dhe kesh për së diti herë, atëherë do të thotë e merr një faqe 18-ën edhe 20-ën që ki kaluar, kryesori ato duhet bëhen mirë edhe nuk ka problem pas.
e kështu me radhë e treta, e katërta deri te e 20-ta. Do të thotë në fillim s'është para se të më provoj të siron hoxha, ma dha gjuzin amme, pra të cilin e mësova shumë shpejt, edhe vendosëm që ta vazhdoj hifzin, elhamdulillah pe Allahut, me dëshirën e Allahut, për edhe me mundin e hoxhës e të familjes, edhe kjo u krije. Gjatë rrugtimit hifzit ka pat vështërsia në atë aspektin si fëmijë, dhe me thonë 12 vjeçar, ku dhe njëherë je kap me një shoqni dhe ki pat pengesa, por këtu kanë ndërhirja e hoxhës pra, muhafidhit, ndërhirja e familjes, babës, nanës edhe mingjës shumë e radhë, edhe ato ishin kam vendos të qenë emanetin e gjishit pra në vend që unë të bane hafiz. Edhe pas nuk kum patësi dhe elhamdulillah, kum vazhdu mirë, atëre kum do të thotë me një sukses të mirë, duke e përfunduar hifzin, edhe atë provimin duke e dhanë, duke i lexuar 30 gjuz për 5 ditë. 6 ditë, dita e 6 ishte vetëm sure amme gjuzin, kurse 5 ditë të tjera u lexoshin ka 6 gjuz para komisionit, 4 pas dite dhe dim pas dite. Edhe kështu me radhë, dhe me thonë, sfidat mëdheja nuk kum pat, elhamdulillah për Zotit, Allah në ka ndihmu. Normal që e merë një epitet, dhe thonë, ajo është emanet i randë, dhe me thonë, kje kujdesin sjellje atë në veçantëri, kum pat përgjegjësit madhe, por si do qoftë një 5-6 vite në atë moshën 15 veçare, deri 20 veçare, 22 veçare, pak ma liru kanë hafëzdheki, për jashtim që e ku mësu, se hafëzdi dhe me thonë që mësohet, por që nuk përsëritit, ajo dhe shpejt harohet. Por ku mba disa aktivitete në të mosh, dhe me thonë që të 7 vite, mukabele dhe të thote para në Ramazan, para namazit i kindijes dhe para namazit të ravijës. Edhe kështu dhe me thonë kështu vazhduhe me një periudhë 5-6 veçare, dere sa nuk hina dhe me thonë të futëm në institucionet të punoj si muezin dhe mualim. Me të thonë drejten, hoxha e mu ka një prap. Edhe një rast ndodhi kur ishta në devrin e 8, edhe lexoja, dhe me thonë, krejt faqet mirë, edhe kur erdha te faqja të gjuzi 5, është një ajet pra i cili është mudhebdhebin e bejnë e dhalik, edhe ka shumë la ilaha ula i ve la ilaha ula, kjo është aja, dhe me thonë, ma komike, kur më tha, e hungra një shuplak. Nga se edhe gjoja pak më murë, edhe që këta janë ato momentet ma qesharake pak që. Shire, hifzin me mësue është vështirë me një qëfar mënyre, por mbatja është shumë me vështirë. Nga se paku në ditë do të thotë duhet t'i lexosh 3 gjuza, po të njëjtën kohë në atë formën na që dalim hafizat do të thotë, duke lexuar shumë shpejt, ngadalësimi i asaj ta merr një kohë të njëjtën sikur hifzi. Edhe ajo duhet fillohet prapë ka 3 faqe, 4 faqe në ditë, derisa të ngadalësohet. E kur të ngadalësohet, nëse e bën, domethënë ka dale, atëherë nuk është problem, domethënë vetëm e mban një çfarë tempo, një çfarë leximi 3 gjus në ditë apo 4 gjus në ditë apo minimum 2 gjus në ditë, edhe mendoj që nuk ka problem për mbajtjen e hifzit ashtu si duhet. Unë është pak gjatë kohën, nga se eksperimenca e parë me hafizat ishte diku vitin 1991, ku nuk ishin domethënë hafizat e mi, por unë mora pjesë në ato në mësimin e atyre bashkarisht. Edhe ajo si eksperiencë nuk ishte fështirë nga se ishe edhe i rishëm. Por pas një koha fillova vetë të marr hafiza, kur ishin 2 motra, domethënë bliznake, ma ato e fillova, e kryen shumë mirë me sukses, edhe prej atëherë deri tash, do të thotë ishin duku 16 dhe me 3 me eksperiment 19 hafiza, por nuk është lehtë, për atë kohë ishte pak më lehtë, por për në kohën e sotit me të vërtet është shumë vështirë,
nga se nesër i kemi një duvat hifzit dhe thote, di motrat njëjtën e kemë përfundu e kemë dhënë provimin para komisionit, me shpresë që duvan dhe të bëjmë inshallah. E ka e sotit është pak ma problematik, nga se janë rrjetet sociale, fëmija si fëmi do të thotë e hub kontrolin dhe në herë ishe shoqet të lujt, apo shok të lujt, edhe kështu është në kohën e sotit është pak ma vështirë, edhe në përgjithësi, dhe më thonë të fëmijët, para 30 viteve dhe sot, mungon një çfarë edukate, dhe më thonë edukata sjellja e familjes, se kryesorja të familja është baza për edhe të nxënësit edhe të muhafidhi apo të mualimi. Por në rastin konkret vetëm ja kujtoj një shembull, një hafiz kur ishte, edhe pasi arriti diku 12 devre, do të thotë diku 300 faqe, edhe blokoj. Po edhe vendosëm që ta lana, nga se nuk shkon, edhe e thirrëm babën, qëllimi është të tregohet çfarë dëshire ka pat familja me ketë, edhe kur ja tham babës këtë fjalë, baba na tha një fjalë, tha, ma mirë, tha, të më shivra, të më shimbit, sa më thatë këtë fjalë. Po njëtën kohë me gjithë mundin tom arritëm me izin Allahut që a njërë të përfundojnë për dëshiren e babës të flak që e kishte. Për të rinjët, ato që janë talent, në të fillon të mësën hifzin. E talentia varën qoftë se mundet shembull një faqet Kur'anit për 2 orë, 3 orë të mëson, lirisht të mëson se ai do të thotë që hifzin e ban kollaj, edhe pse sfida që janë më të mëdha, por me izin e Allahut, me vullnetin e Allahut, nëse ka dëshirën, e ka përkrajën e familjes, Allahu i ndihmon, edhe mirë është të vazhdoj këtë traditë, se në kohën e fundit në Shkup janë shtu hafizët, por kemi dro pas një generate që kemi vepruar, nuk shofna mbas, dhe më thonë të vazhdojnë këtë traditë tonën. Edhe është problematik, po mirë është të i këshillojmë edhe familjet, edhe të rritë tonë që këtë drejtim të vazhdohet, se është kjo një lavrat e madhe të jesh hafiz i Kur'anit.